Benet Beci nuk do t'jetë më drejtuesi politik i Partisë Socialiste të Shkodrës. Kryeministri Edi Rama e ka larguar kryebashkiakun e Shkodrës nga kjo detyrë duke ja besuar këtë post Enea Karakaçit, ministri të ri të energjisë dhe infrastrukturës. Numri 1 i socialistëve shpreu haptazi pa kënaqësinë me rezultatin e Shkodrës në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku socialistët siguruan 4 mandate pas një rritje siç ndolli në qarqe të tjera. Pjesa e fundit e tabelës së klasifikimit në rezultatet e Partisë Socialiste. Tirana, Lezhë, Shkodra dhe Kuksi. Blendi Klosi, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, ritheksoi se këto ndryshime vijnë për shkak të analizës së brendshme, por dhe pritshmërive që kjo forcë politike ka për 2027-ën. Mbas analizës detajuar të çdo qarku, për sa i përket rezultateve të arritura, dobësive të evidentuara, dhe aty ku kemi më shumë vend për përmirësim, dhe po ashtu miratuam planin e punës për periudhën nga sot deri në datën 30 qershor për zgjedhjet e reja vendore të Partisë Socialiste. Do të organizohet puna e gjithë anëtarëve të asamblesë dhe strukturës bazë të Partisë Socialiste për analizën e çdo organizate socialiste, zgjedhjet në çdo organizatë socialiste, antarësime të reja dhe sipas vendimit të sotëm të asamblesë do duhet që në çdo organizatë socialiste që të shkojë në procesin zgjedhor, të ketë 4 shtime të reja antarësh të rinj parti, me tekst të dedikuar tek shoqet në parti dhe padyshim tek grupimi i rinor, i cili do të jetë gjithmonë më shumë pjesë e stafit tonë. Dhe në vazhdimsi do të bëhen zgjedhjet e strukturave lokale të Partisë Socialiste, procesi i cili do të përmbyllet brenda datës 12 qershor. Analiza padyshim evidenton dhe çfarë duhet bëjmë më shumë. Partia Socialiste në garën e ardhshme elektorale hyn për të fituar të gjitha bashkitë. Nuk ka asnjë bashki në territorin shqiptar që Partia Socialiste nuk synon ta fitojë, sepse dhe faktet kanë treguar dhe mënyra e funksionimit ka dëshmuar që aty ku një socialist qeveris, punët shkojnë shumë mirë dhe njerëzit japin besim më të madh. Një vit e gjysmë pas marrjes së detyrës si drejtues politik duke zëvendësuar Elisa Spiropalin, Benet Beci nuk arriti të ishte emri bashkues për socialistët, por përkundrezi, ai krijoi jo pak pakënaqësi e përçarje në këtë forcë politike. Duke emëruar njerëzit e vet të afërt në poste, duke vepruar me konjunktura, Benet Beci dëshmoi se në vend që të ishte njeriu që udhëheqin forcë politike me komoditetin e pushtetit, nuk është asgjë më shumë veçse një llogaritës i keq i matematikës politike, që nuk i solli asnjë rezultat të pritshëm Partisë Socialiste. Tashmë kur mbi supe ka edhe barrën e SPAK, ku akuzohet dhe po gjykohet për shkelje të barazisë në tendera, Benet Beci me gjasa duhet të mendojë për fatin e vet personal më shumë se atë politik.